Këtu në fakt jemi në restorantin ose lokalin e Qaf Ploçës, i cili është hapur nga familja Shkulaku rreth 30 vite më parë. Okej. Edhe është një nga restorantet më tradicionale të zonës. I njohur kryesisht për fasulen edhe për pastërman. Okej, e ka bashkuar. Ka mbetur i tillë, nuk ka ndryshuar këtu e 30 vite para. Po dhe lokali ka ruajtur të njëjtin karakter. Po, të njëjtin karakter. Dhe njerëzit e duan po ashtu. E duan po ashtu dhe këtu të gjithë ata të cilët ndalojnë mbeten besnik edhe nuk largohen. Kjo mbas edhe nga shija që lënë produktet e tyre, të cilat janë bio dhe kanë një shije tradicionale e cila i bën gjithë njerëzit për veten. Tani kjo pastërmas mendon se ka lindur nga pushtimi otoman apo mendon se mund të jetë një traditë më e vjetër para? Është shumë, besoj se është një traditë shumë e vjetër, e cila lidhet me konservimin e mishit, pra me jetëgjatësinë e mishit duke u tharë, duke u kriposur të qëndrojë sa më gjatë. Nuk besoj se është vetëm një traditë otomane. Thjesht është ajo që diskutonin me Denisin që janë emëruar të ndikuara nga pushtimi Osman, po me shumë mundësi këto janë. Emrat janë ndoshta Osman, që tradita. Mënyra se si e bën pastërman. Tarja e mishit nuk është. Zona e Pokradesit është ndryshe. Juglindja ka ndryshe edhe Pokradesi, po. Veriu Dibra ka ndryshe, Kosova e bën ndryshe. Po, edhe kripjen, edhe tharjen e kanë ndryshe, edhe shijen. Vjen pak me fort, po është shumë edhe në shije është me fort. Në fakt këto janë tajkosura siç duhet, vjen ajo aroma e mishit. Si ka duhet ndryshe përveç me furr, okay, prusht e dim, bëhet edhe kështu me grosë. Si e bëjnë ndryshe? Pastërmaja vetëm me fasule shkon. E bën edhe në forma të tjera me ato që quajmë ne petka ose me diçka tjetër, por shijen e vërtetë ka në fasule. Domethënë, ky është simboli. Kjo jo vetëm jep shije fasule, po edhe merr ka shije nga fasulja, ndryshon ka shije. Marrin të dyja nga njëra tjetra. Interesant, kombinim kështu, partneritet i bukur. Siç e thash, familjet pogradecare, sidomos ato që jetojnë në zonën rurale, nuk e konceptonin dot fillimin e dimrit pa bërë pastërtim. Ne kishim një traditë që do ta bënin nga viti në vit. Wow. Duhet të rrinte ai shefi plot. Po. Mbulojë tavani. E të provojmë këto turshit Mondoc, kush i bën më mirë turshit? Ju të zonës Andet Veriut apo këta të Juglindjes? Nuk e di, mua më pëlqen shumë ata nga shkem rritë na. Po dhe këto kanë tirë nuk pasen krip, turshit e mirë dallohen kur s'kan krip edhe janë fort. Do thënë, nuk është zbutur turshit. Do me thënë kush ishte më e mirë? Fantastik. Do me thënë kush ishte më e mirë? Ajo Veriut pra. Po kjo Ledian? Kjo është një lloj makarone të cilën e bën kuzhinierët këtu, kuzhinieri. Po është ajo lloj makarone të cilën e kanë quajtur si makarona e ushtrisë. Edhe i madh ashtu është makarona e ushtarit. Makarona e ushtarit? Është shpikur gjatë realizmit komunist nga varfëria, po është përdorur shumë në atë. Ne kemi pa ushtri edhe nuk e dëgjoj. Edhe unë, domethënë me të dëgjuar e kam, por janë në shije të cilat i kanë përdorur njerëzit në periudha të ndryshme të rinisë të tyre. Edhe nuk e harrojnë. Edhe nuk e harrojnë. Kam përshtypjen vetëm një arsye për ta ngrënë është thjesht sepse e ke ngrënë dikur. Unë e ha se kam ngrënë me babi, kanë edhe shit, mirë sepse të pëlqen, ë? Këtu edhe kuzhinierët janë shumë të mirë. Ty si të duket Rudi? Ndihesh ndonjë çik ushtar tani që janë? Për shembull, gjyshi im kishte qejf këto lloj makaronash ti zihen dhe ti bënte me lëng mishi edhe ti han makarona me lëng, po që është njëta makarone skuqe. Që sup. Fukarallëk. Por do t'i që mos soke me atë shije dhe pastaj. Pjatë komunizmi. Na pëlqen se kemi ngrënë të vegjël. Ka veç çka interesante është kur ishim në Librazh më tha Denisi që se na kishin sjellë bukë shumë. Ka thënë po gradet sjellën akoma edhe më shumë. Zgënjeva apo jam? Shiko sa bukë ardh. Në Në shtëpinë tonë domethënë kaq bukë jam në muaj. Dhe mua më pëlqen më shumë që ndërkohë që ne flasim ande rrihet një biftek shumë fort. Mos është pastërmaj porraj. Nuk mund ta rraj. Porraj kuzhinier. Porraj.